Vitet nuk maten vetëm me ditë dhe muaj, por me gjurmët që lënë në jetën e një qyteti. Viti 2025 për Lushnjën ishte një vit pune i pandërprer, vendimesh të rëndësishme dhe ndryshimesh të prekshme, ku çdo projekt dhe çdo investim synoi të përmirësonte përditshmërinë e qytetarëve. Nga rrugët urbane dhe rurale, tek qerdhet e kopshtet, nga shërbimet sociale tek rikthimi i hapësirave publike, Lushnja ka përjetuar një transformim që reflekton një vizion të ndërtuar mbi nevojat reale të komunitetit, një vizion që vendos qytetarin në qendër dhe administratën në shërbim të tij. Në këtë rrëfim dokumentar, kryebashkiakja e Lushnjës, zonja Eriselda Sefa, vjen në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon për të bërë një bilans të qartë të vitit 2025 dhe për të ndarë drejtimin që do të marrë qyteti në vitin 2026. Një bisedë që shkon përtej shifrave dhe projekteve, duke sjellë filozofinë e një drejtimi të bazuar në transparencë, efikasitet dhe përfshirje qytetare. Gjatë këtij viti, puna e Bashkisë së Lushnjës është reflektuar në zhvillimin e infrastrukturës urbane dhe rurale, në projektet sociale për familjet në nevojë, në investimet në arsim, kulturë dhe sport, si dhe në rikthimin e hapësirave publike si vende të jetës komunitare. Ndërsa viti 2025 mbyllet, buxheti i miratuar për vitin 2026 hap një kapitull të ri zhvillimi, me fokus tek modernizimi i shërbimeve bashkiake, fuqizimi i grave dhe të rinjve, si dhe zhvillimi i qëndrueshëm i qytetit dhe njësive administrative. Ky dokumentar nuk është thjesht një përmbledhje e një viti pune, por një pasqyrë e një vizioni afatgjatë për Lushnjën, një qytet që ecën përpara çdo ditë me punë, përkushtim dhe besim tek e ardhmja. Zonja Sefa, dhe pak orë ne na ndajnë nga viti 2025 dhe presim me shumë dashuri vitin 2026. Cilat kanë qenë projektet më të rëndësishme të Bashkisë së Lushnjë që ke realizuar gjatë vitit që ne sapo po kalojmë, dhe duke parë drejt për drejt për vitin 2026, cilat janë projektet madhore që parashikon të zhvillohen në fokusin e përmirësimit të infrastrukturës, jetës sociale dhe ekonomike të qytetit të Lushnjës. Patjetër që viti 2025 ka qenë një vit me shumë sfida, por patjetër edhe me shumë punë të bukura publike në gjithë territorin e saj, sidomos në pjesën e infrastrukturës. Ashtu si prej 3 viteve Lushnja është kthyer në një kantier ndërtimi në gjithë territorin, në qytet, por edhe në zonat rurale. Për vitin 2025, një nga veprat më të rëndësishme është rikonstruksioni i kinoteatrit Vaçezela, i cili i ka dhënë një pamje tjetër asaj godine e cila jo vetëm mban emrin e të madhes Vaçezela, por patjetër edhe për historikun e artistëve që ka dalë nga kjo skenë. Patjetër që ne kemi vazhduar punë të tjera në shërbim të qytetarëve të Lushnjës, si në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, si në disa lagje të qytetit të Lushnjës, por patjetër edhe në njësitë administrative, sepse duam që qytetarëve infrastruktura rrugore, që është një nga elementët do ta quaja më elementar që ne duhet t'i ofrojmë qytetarëve tonë, ka përmirësime, por patjetër që ne do na duhet edhe disa punë të tjera në të ardhmen, duke qenë se ekonomia kryesore e bashkisë sonë është bujqësia, një fokus në vitin 2025 ka pas dhe përmirësimi i infrastrukturës së bujqësisë, sidomos në pastrimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese. Shpeshherë kamera e televizionit Apollon ka nxjerrë kronika të shumta në lidhje me punën që ka bërë Bashkia e Lushnjës në drejtimin tuaj. Përveç infrastrukturës në zonat rurale, ju përmendët, a ka më Bashkia e Lushnjës investime të mëdha që kërkon të përfundura brenda vitit 2025? Bashkia, sidomos këto muajt e fundit, ka filluar shumë vepra infrastrukturore,
për shkak edhe të procedurave dhe afateve që ne na është dashur, kemi filluar disa rrugë në qytet, kemi duke u bërë 2 rrugë në lagjen 18 tetori. Ajo që i ka ndikuar edhe ka dhënë një pamje tjetër është rikualifikimi i qendrës së lagjes Karbunar, e cila me investimin dhe ndërhyrjen që ka bërë bashkia, shikojmë që atje po bëjmë një transformim dhe një pamje tjetër të lagjes Karbunar. Kemi vazhduar me lotin e dytë në lagjen Savër. Kemi përfunduar ndërtimin e shkollës së lagjes Karbunar, sepse fëmijët e atij komuniteti kishin nevojë për ndërtimin e një shkolle të re. Biles për të ndërhyrë pak, ajo është një shkollë me shumë infrastrukturë moderne. Bashkia ka marrë si angazhim përmirësimin e gjithë objekteve arsimore, të cilat nuk kanë një infrastrukturë si duhet. Vetëm në 3 vite ne kemi arritur të ndërhyjmë në 6 shkolla, ku shkolla e 6 është ndërtimi që kemi filluar i shkollës së mesme të bashkuar në njësinë administrative Hyzgjok, në fshatin Hyzgjokaj. Por patjetër kemi ndërhyrë edhe me shkolla të tjera, siç ishte Skënder Libohova, shkolla Gafur Muço, ndërtimi i shkollës Golemit. Pasi duam që infrastrukturat shkollore të kenë një përmirësim të dukshëm, ashtu siç kemi filluar nga puna edhe për përmirësimin e infrastrukturës për fëmijët të cilët frekuentojnë kopshtet dhe qerdhet, sepse ka treguar që viti i fundit ka një kërkesë shumë të madhe për të përballuar dhe kapacitetet që ne kemi akomoduese për këto objekte në qytet, çka do të thotë që besimi i qytetarëve për të frekuentuar këto institucione është shumë i lartë. Kjo gjë na ka bërë që ne të marrim edhe objekte të tjera të cilët kanë qenë të zaptuara nga qytetarët prej vitesh, siç është së fundmi objekti që është pranë shkollës Potopuka, i cili është drejt finalizimit të rikonstruksionit dhe më pas do të kthehet në qerdhe dhe në kopësht në shërbim të komunitetit. Për 3 vite në drejtim Bashkisë Lushnjët ju dhat një zgjidhje, pak a shumë unë jam gazetar mediatik, 2 fshatra që ishin nga grem problemi i rrugës, ajo e fshatit Shegas dhe të Hajdarajt. Si ndjehet kryetaria e bashkisë në zgjidhjen e këtyre banorëve, pasi ata kërkonin këtë rrugë, kërkonin një zgjidhje të shpejtë, si arriti? Në fakt, do të bëja një korrigjim, jo Shegas, po Prena. Prena, fal. Të dy këto rrugë ishin të parashikuara në buxhetin e Bashkisë Lushnjë, sepse ishin arterje kryesore, se po të vëshore infrastruktura në zonat rurale, të paktën në lidhje të rrugëve kryesore me qendrat administrative apo me qytetin, kanë prej vitesh kanë qenë në fokus të bashkisë dhe është bërë një përmirësim i saj, dhe këto 2 fshatra ishin 2 nga fshatrat të cilët të kishin infrastrukturën që kishte vite të pandërhyrë dhe kishin si të domosdoshme, prandaj bashkia i kishte të parashikuara këto rrugë, kështu që dhe në momentin që ju pat edhe qëndrimet e qytetarëve, ne ishim në procedurat e kryerjes së prokurimeve në mënyrë që të fillonim dhe investimin, sepse ashtu siç e përmenda në fillim, rruga është një nga shërbimet më jetike që institucioni i bashkisë duhet t'i japë qytetarëve të saj. Përveç këtyre rrugëve dhe vazhdon akoma Bashkia e Lushnjës të ketë investime në rrugë, në kanalizime, ju këtë vit sapo ne mbyllim dhe pak orë na ndajmë, ju bët edhe një punë që qytetarët e Lushnjës shpeshherë dhe shprehin për pastrimin e projit pasi u rindërtua, zbukurua, për atë pastrimin e brendshme. Ju e realizuat shumë shpejt. Atëherë, ai objekt kishte qëndruar pak kohë pa u mirëmbajtur, duke qenë se ishte një objekt i investuar nga një kompani e cila kishte dhe detyrimin e mirëmbajtjes së saj, dhe duke parë mënyrën se si po shkonte ai objekt aq i rëndësishëm për qytetarët e Lushnjës, ne morëm përsipër për të bërë pastrimin dhe sistemimin, duke përcaktuar që edhe një brigadë specifike është përcaktuar nga ndërmarrjen e pasurisë publike që të ketë fokus vetëm mirëmbajtjen e këtij objekti, i cili është dhe një nga veprat më madhore që janë investuar në qytetin e Lushnjës. Një vit më parë ju keni qenë pjesë e emisionit Personazhe në Fokus dhe në një intervistë shumë të gjatë. Dhe përsëri në vitin 2024 përsëri keni qenë pjesë e një emisioni përsëri Personazhe në Fokus dhe shpeshherë ne kemi diskutuar në lidhje me projektet dhe zhvillimet që ka marrë qyteti i Lushnjës në drejtimin tuaj. Shumë rrugë në qytet kanë ndryshim
gati ndryqim LED të gjitha. Shumë bloqe ballatesh janë ndërtuar, ja krijuar parqe, mini parqe për fëmijë, për moshat e treta. Këto janë projekte që ju i keni zhvilluar gjatë vitit 2025. Ato ketë më projekte qyteti Lushës, pasi Lusha kërkon akoma zhvillim më modern? Patjetër që bashkia në punën e saj do të ketë vazhdimisht investime, sepse duam që transformimi i qytetit të Lushnjës, por edhe i të gjithë fshatrave që janë pjesë e bashkisë Lushnjë, të kenë një transformim dhe një infrastrukturë që t'i përmirësojë cilësinë e jetës së tyre. Është e vërtetë që ne sistemin e ndriçimit në qytet e kemi të shtrirë në gjithë territorin. Jemi një nga bashkitë që kemi edhe një numër të konsiderueshëm fshatrash që ofrojnë ndriçimin publik. Patjetër që në buxhetin e vitit 2026 është parashikuar dhe një fond tjetër, jo vetëm për mirëmbajtjen e këtyre linjave që ne kemi ekzistuese, por patjetër ta shtrim atë edhe në lagje apo në fshatra ku ky shërbim nuk ka shkuar akoma, ashtu siç e ndoqët edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ku bëra prezantimin e buxhetit të vitit 2026, dua të theksoj dhe faktin që vlera e investimeve që do të realizohet për vitin 2026 është më e madhja që është investuar ndonjëherë nga buxheti i Bashkisë Lushnjë. Shkon mbi 400 milion lekë të reja, ku janë parashikuar disa vepra madhore, por patjetër do të ndërhyjmë edhe me shtrime të rrugëve dhe në gjithë njësitë administrative ku akoma nuk kemi shkuar me investime. Ne prej 2 vitesh kemi ndërtuar një brigadë që është brigada e mirëmbajtjes rrugëve rurale, çka ka bërë që ne me një fond të kemi mundësi të shtrojmë sipërfaqe të mëdha rrugë me asfalt me beton, por patjetër me një kosto më të ulët nga ç'mund bëhet me një kompani private, dhe kjo gjë na ka mundësuar që ne sot të kemi një nga infrastrukturat rrugore mbas edhe më të mirat, nëse do të shohim nga ana e zonave rurale në Shqipëri. Nga momenti që ju keni marrë drejtimin e Bashkisë Lushnjës, të gjithë projektet kanë marrë të zhvillimin e vetë dhe hecin çdo ditë. Ashtu si ju sot të në vijë dhe pastrimin e qytetit. Shpeshherë pastrimi i qytetit sot është për të marrë shembull nga bashkitë e tjera. Si arriti zonja Sepa ta realizojë këtë lloj të mire për qytetarët që të arritë të marrësh një qytet ose një zonë kaq të madhe ose si bashki Lushnja kaq e madhe, ta stabilizosh në mënyrën e mbetjeve është pak e çuditshme, ku janë bashkitë mëdha dhe kanë ato vështirësitë e veta. Patjetër që ishte një sfidë shumë e madhe për mua, por patjetër edhe për institucionin e bashkisë, pasi më shumë se 20 vite shërbimi i pastrimit ishte shërbim privat, çka do të thoshte që Bashkia e Lushnjës nuk ishte në pronë të saj asnjë mjet teknologjik apo kontenier në mënyrë që këtë shërbim ta ofronte nëpërmjet ndërmarrjeve të veta. Patjetër që ishte një sfidë shumë e madhe kthimi i këtij shërbimi në shërbim shtetëror. Kjo arsye e parë ishte kërkesa e qytetarëve që unë dëgjoja shpeshherë në komunikimet që unë bëja me ta, kur më rekomandonin dhe më propozonin që nëse ky shërbim do të ishte shërbim shtetëror, do të kishte cilësi më të mirë, por patjetër që mbasi bënte një llogaritje kostosh, kuptuam që ky shërbim në rast se do të kthehej në shërbim shtetëror, do të thoshte me një kosto më të ulët dhe patjetër me një cilësi shumë të mirë. Ka akoma nevojë për të përmirësuar dhe puna nuk do të ndalet vetëm me kaq, sepse ne duam që Bashkia e Lushnjës të jetë, pse jo bashkia më e pastër në Shqipëri. Ne do të vazhdojmë me punën tonë, por patjetër që është e domosdoshme që ne të kemi dhe ndihmën dhe bashkëpunimin e komunitetit, sepse sado që përpiqet bashkia për ta mbajtur pastër të gjithë ambientin që ne jetojmë, është e domosdoshme që dhe qytetarët tanë të jenë ata që të na mbështesin, si duke mbrojtur mjedisin, duke mos hedhur mbetje të ndryshme, por patjetër edhe pse jo dhe duke denoncuar ata që janë ndotus në mënyrë që ne ta ngrejmë atë model që duam, bashkia më e pastër në Shqipëri. Shpeshherë do bëj pyetjet që të kam bërë vitin e kaluar dhe thjesht ato premtimet që ju na i premtuat dhe ne i kemi të regjistruar dhe ne rikthehemi atyre për të parë atë ndryshimin që ju i keni bërë në drejtimin e institucionit të bashkisë.
Përmendet zonat njësitë administrative për rajonet. Shpeshherë në shumë njësi administrative jo gjithçka ka përfunduar. Ka me të vërtetë ato probleme që u ngritet pak më lart. A mendon që 2026 do ketë zhvillime akoma më të mira për këto njësi administrative, pasi shumë fshatra janë zënë me ndërtesa private, ndoshta të legalizuara, pa legalizuara, për t'i dhënë dhe njësive administrative apo fshatrave, ndoshta në një mini park për moshat e treta apo për ata fëmijë që janë në ato fshatra. Si mendon zonja Sepa këtë? Patjetër që ne do të japim një fokus edhe krijimit të ambienteve shlatëse, të cilat do të jenë në fokusin e investimeve tona në vitin 2026. Vëmendja kryesore do të jetë në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në lagje ku mungon sot, si me shtrimet me asfalt, me beton dhe me ndriçim publik, por patjetër duam të krijojmë të ambiente shlatëse, ku fokus do të jetë në qendër në njësisë administrative Fjershegan. Kemi në vëmendjen tonë bashkëpunim edhe me një biznes që të kemi mundësi që të bëjmë në fshatin Bishqethën një vend shlodhës për komunitetin atje. Dhe patjetër që do të vazhdojmë edhe me qendra e njësisë administrative Krutje, e cila do të fillojë së shpejti dhe rekonstruksioni i godinës njësisë administrative, ku është parashikuar edhe sistemimi i lulishtes qendrore që atje ka. Por patjetër që do të vazhdojmë edhe në njësitë e tjera administrative, sepse duam që çdo njësi të ketë zonën rekreative për banorët që jetojnë në secilën njësi. Unë do kishe një pyetje ndoshta pak abstrakte për shikuesit, po shumë domethënëse për brezat. Jeni shumë i apasionuar dhe me pjesët lapidare, vendet historike të tjera që jeni konkretisht të prekshëm për të mbajtur këto. Pse ka këtë zonja Sepa? Në fakt këto janë vepra të cilët kujtojnë ngjarje të caktuara, të cilat ne duhet t'i respektojmë për veprën që kanë lënë ata të cilët për ata për të cilët janë bërë këto vepra. Patjetër që 2025 u mbyll dhe me rekonstruksionin e varrezave të dëshmorëve, që duke menduar që i dham dhe vlerë atyre njerëzve të cilët me veprën e tyre prehen në një vend në qytetin e Lushnjës, por patjetër që do të vazhdohet edhe me lapidaret apo monumentet e tjera që janë në territorin e bashkisë, në mënyrë që ne t'i japim vlerën që meritojnë ato ngjarje të cilat personifikojnë secilin monument. Përmendet një lloj filozofia ose me projekte që ju i keni zhvilluar faktikisht për qytetarët. Kjo teatri ju përmendet pak më lart që pavarësisht punime këtove, por ka një gjë, Bashkia e Lushnjës nuk ka rreshtur pa bërë aktivitete kulturore. Ku i jeni forcën, pasi mos kesh një godinë dhe të punosh, të organizosh evente të ndryshme me aktivitete, ashtu si ishën 2 ditë më parë rresht, trenet rresht në qytetin e Lushnjës, u ndes nga dritat shumëngjyshe, nga vallet, këngët muzikare, tradita që rrut në brezat e vegjël. Si shikon zonja Sepa këtë? Patjetër që një popull përveç shërbimeve siç janë pastrimi, ndriçimi apo rrugët ka nevojë edhe për aktivitete kulturore, dhe duke qenë se Lushnja mbahet si djepi i kulturës në Shqipëri, ne jemi përpjekur të organizojmë disa aktivitete. Patjetër që edhe mbyllja e kinoteatrit ka bërë që ne të jemi më të limituar në krahasim me atë që duam ne të realizojmë. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me të gjithë akademitë private që operojnë në qytetin e Lushnjës, dhe kjo gjë na bën që ne të kemi mundësi të organizojmë aktivitete her pas here, jo vetëm në qytet, por patjetër edhe në njësitë administrative, duke i lidhur me festën lokale që i kemi personifikuar secilës njësi. 2026 me hapjen e kinoteatrit, patjetër që do të ketë një kalendar më intensiv për aktivitetet kulturore, por patjetër edhe do të vihet në funksion edhe teatri kukullave, në mënyrë që qytetarët e Lushnjës, sidomos në fundjavat, të kenë mundësi edhe për orare kulturore që mund të ndjekin pranë ambienteve të kinoteatrit. Përveç këtyre, shpesh ju jeni mes fermerëve. Shkoni atje ku fermerët dhe prekni gjëra të realitet.
Cili është kjo ideja që zonja Sefa çdo ditë ose çdo fundjavë kryen takime me fermer, me gram, me çdo lloj kategorie. Mos është kjo një nisëm që zonja Sefa e ka pas ndërmend dhe e vazhdon ta mbajë atë gjallë, atë ritmin, duke qenë çdo ditë me qytetarë me hallë me problemet e tyre? Fokusi kryesor i imi personal, por patjetër dhe institucionit të bashkisë, është që të jemi një vesh i kujdesshëm për të dëgjuar qytetarët, të jemi pranë tyre në mënyrë që ne të kuptojmë akoma më mirë jo vetëm problemet që ata kanë, por dhe ku duhet të fokusohemi me investimet apo me shërbimet tona. Ekonomia kryesore e bashkisë është bujqësia dhe patjetër që vëmendja kryesore e imja personale por edhe institucionit të bashkisë do të jetë bujqësia në mënyrë që të vim sado në ndihmë fermerëve me ato funksionet të cilat i kanë bashkitë përkatëse, që do të thotë infrastruktura me kanalet ujitse dhe kulluese, por patjetër edhe për të dëgjuar se si ne mund të orientojmë zërin edhe drejt institucioneve të cilat merren me bujqësinë dhe që kanë shërbim ligjor funksionet e bujqësisë në mënyrë që zëri i fermerëve tanë të ketë mundësi të shkojë edhe në institucionet që duhet të bëjnë përmirësimin e shërbimeve dhe të punës këtyre fermerëve, të cilët për herë së vërtetës kanë bërë që emri i lushnjës të dëgjohet kudo nëpër Europë, për shkak të prodhimeve shumë cilësore që fermerët duarar që kemi ne bëjnë të mundur që këto prodhime nëpërmjet pikave të grumbullimit të eksportohen edhe në kudo në Europë. Përmendëm çdo gjë. Lëvizëm çdo gjë, ashtu siç kemi lëvizur një vit më parë duke treguar gjithë punën e Bashkisë Lushnjës. Por përveç tyre, a ka projekte akoma më të mëdha e Bashkia e Lushnjës për vitin 2026? Patjetër që ne kemi disa projekte madhore ku në fokus është bujqësia. Jemi bashkë me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, jemi në procesin për plotësimin e projektit dhe dhënien e lejes për fillimin e ndërtimit të zonës ekonomike në Lushnjë, e cila do ta bëjë Lushnjën epiqendër e bujqësisë edhe nga ana infrastrukturore, ku do të ketë pika grumbullimi, agropërpunimi dhe patjetër zyra të dhënies së informacionit, sepse ajo që ne kemi vënë re që është një nga problemet tek fermerët tanë, shpeshherë është dhe mungesa e këshillimit apo e orientimit drejt prodhimeve që ata duhet të prodhojnë në mënyrë që të gjejnë një treg të sigurt. Ana sociale. Si shikon Kryebashkiaja e Lushnjës problematikat sociale në qytetin në gjithë bashkinë e Lushnjës dhe cilat kanë qenë risitë e këtij viti ne sapo lëm pas dhe cilat do të jenë për vitin 2026? Patjetër që dhe politikat sociale janë një vëmendje e shtuar në institucionin e bashkisë. Kjo gjë vjet e re edhe nga qendrat komunitare dhe shërbimet e reja që institucioni ka pas në fokus të tij. Vazhdojmë akoma të mirëmbajmë qendrën e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Prej 2 vitesh funksionon qendra e shërbimeve sociale të integruara në banes, kjo fal mbështetjes së UNDP-s. Kemi ndërtuar qendrën e moshës së tretë, një kafe me gjyshin, gjë që bën që shumë të moshuar të qytetit të Lushnjës të kenë mundësi për të pasur një ambient shlodhës, për të marrë jo vetëm, për të kaluar jo vetëm oraret shlodhësare dhe argëtuese të tyre, por patjetër kemi futur dhe disa shërbime shëndetësore që janë një fizioterapist, një psikolog dhe një infermiere, në mënyrë që disa shërbime parësore ata të kenë mundësi t'i marrin pranë këtyre ambienteve. Vazhdojmë akoma me shumë aktivitete dhe me mbështetjen e organizatave të ndryshme ku një fokus të ketë edhe dhuna ndaj grave, por patjetër edhe sensibilizimet për dhunën në familje.
Bashkia do të vazhdoj të ketë një fokus të madh edhe gjatë vitit 2026, në mënyrë që të kemi mundësi që shumë prej shërbimeve të cilat sot ofrohen vetëm në qytetin e Lushnjës, ne të kemi mundësi të fillojmë edhe në zonat të caktuara rurale, pasi edhe atje është domosdoshme që të ofrohet një pjesë e këtyre shërbimeve, pavarësisht se qendrën e fëmijëve me aftësi të kufizuar ka një frekuentim shumë të madh edhe nga familjet të cilët kanë fëmijë me spektra të ndryshëm të cilët i sjellin për të marrë terapi pranë kësaj qendre. Të rinjët dhe sporti, si shikon Kryebashkia për vitin 2025 dhe çfarë janë perspektiva për 2026? Të rinjtë e qytetit të Lushnjës kanë një qendër rinore, ku ata në ditë të ndryshme organizojnë aktivitete atje. Jemi në drejt përfundimit të rikonstruksionit të katit të nënveshëm të muzeut, ku do të ndërtojmë një qendër të re rinore, ku fokus do të ketë teknologjinë e informacionit, duke qenë se është shumë e kërkuar nga të rinj. Kemi vazhduar të japim një vëmendje shumë të madhe dhe sporteve, me volejbollin, ekipi vajzave të volejbollit të morën kupën e Shqipërisë në kategorinë që ato garojnë dhe patjetër që ne do të japim një vëmendje të madhe në mënyrë që pse jo vitin tjetër ato t'i kemi në superiore. Vazhdojmë të japim vëmendje ekipit të peshngritjes, ku ne kemi një nën kampion e Ballkanit dhe një kampion kombëtar. Vazhdojmë të kemi ekipin e atletikës prej 2 vitesh dhe patjetër që një vëmendje jepet edhe akademisë së futbollit. Ne sot kemi një nga akademitë më të mira, por patjetër që një nga problemet më të mëdha dhe që i dhëm më shumë lushnjarëve, por jo vetëm atyre dhe mua, është ekipi i futbollit të Lushnjës, Si shikoni këtë Kryebashkia? nuk performoi në pritshmëritë që unë dhe qytetarët e Lushnjës kishim ndaj këtij ekipi. Patjetër që unë tashmë jam duke diskutuar dhe duke parë se si mund ta ringrehem këtë ekip atje ku duan qytetarët e Lushnjës dhe patjetër që fokusin kryesor do ta kemi që stafet teknike t'i orientojmë drejt lushnjarëve dhe jo drejt atyre që vinë nga jashtë Lushnjës, sepse mendojmë që kur e orientojmë drejt lushnjarëve, patjetër që Do t'i dhëmë më shumë. do t'i dhëmbi më shumë dhe do ta duan më shumë atë fanell dhe emrin e Lushnjës. Pikërisht ta bëra këtë pyetje për një gjë, sepse dëgjojmë shumë indicie nga qytetarët që kemi një kryetare bashkie shumë të mirë, por me sportin s'po na i gjen Terezin. Kështu që po e flasim pak popullor që. Unë jam përpjekur të jap një vëmendje maksimale futbollit, sepse e di se sa shumë e duan Lushnjën dhe ekipin e saj dhe patjetër që gjej edhe rastin edhe t'i kërkoj një ndjesë shumë të madhe sportdashëve lushnjar për performancën që ka pasur ekipi i Lushnjës. Patjetër që mbështetja ime ka qenë maksimale. Prej 3 vitesh ne filluam edhe me terrenet sportive, gjë që i dha mundësi që akademisë dhe ekipit të kenë një infrastrukturë si duhet. Kjo gjë bëri që për këto 3 vite ne të kemi ngritur një akademi shumë të mirë dhe kemi mbi 200 fëmijë të cilët frekuentojnë akademinë e futbollit sot. Patjetër që unë jam përpjekur të jap mbështetjen maksimale ndaj ekipit të parë, si duke ndjekur në ndeshje të ndryshme, por patjetër të jem edhe për t'i dëgjuar dhe për të diskutuar për problematikat që ata kanë, mbase është ajo që unë shpesh e them, nuk jam një njohëse shumë e mirë e futbollit dhe mbase ky është një nga gjërat që më bën që unë të mos kem sukses edhe në këtë funksion, por mbas disa diskutimeve gjithë këto ditë, mbas përfundimit të fazës së parë, unë kam bërë shumë takime me sportdashës të Lushnjës, me ish futbollistë, me specialistë të fushës së futbollit, për t'i pyetur dhe për të marrë një opinion se si mund ta ringremë dhe ta çojmë Lushnjën atje ku unë, por edhe qytetarët e Lushnjës e duan. Dhe jam e bindur që me vendimarrjen që do të zyrtarizohet në pak ditë, them që ekipi i Lushnjës do të ringrihet përsëri, por patjetër që do të marrë edhe përsëri zemrën e futbollistëve, sepse vëmendja tashmë do të jetë tek lushnjarët. A ka piketuar dikë Kryebashkia, nëse mundesh? Nëse s'mundesh, Jemi akoma në diskutime dhe shumë shpejt do të bëjmë zyrtarizimin përkatës si për stafin teknik, por patjetër edhe për stafin administrativ. Një vit më parë kemi diskutuar në lidhje dhe me drejtues institucionesh. Pasi unë kam bërë një pyetje dhe më dha një përgjigje që
çdo kush do matet me performancën e tyre në punën e tyre. Si shikon gati 360 ditë më pas kryebashkiakja SEPA performancën e drejtuesve dhe punonjësve të institucioneve bashkisë, jo vetëm brenda institucioneve bashkisë, por të gjithë në njësitë administrative, të gjitha me radhë. Si shikon sot mbas 365 ditëve? Ne kemi bërë disa ndryshime për të ndryshuar dhe performancën e institucionit. Patjetër që ka nevojë akoma për përmirësime, sepse institucioni i bashkisë është një institucion shumë i madh, ku ka shumë drejtori dhe njësi administrative, në pjesë të së cilës është një numër i konsiderueshëm të punësuarit. Përpiqem maksimalisht që emri i Bashkisë Lushnjë të renditet në një nga institucionet me performancë shumë të mirë në nivel kombëtar, por patjetër që e pranoj që edhe brenda stafit të bashkisë ka edhe persona të cilët ka nevojë akoma që të përmirësojnë në etikën, në profesionalizmin, por patjetër edhe në shërbimin ndaj qytetarëve. A mund të ketë zëvendësime për të tillë persona që nuk japin performancë e duhet, pse duhet të presim qytetarët, thonë SEPA që këta të ndryshojnë mbas një viti të ca. A ka ndonjë ndryshim? Qytetarët kërkojnë ndryshim, ka ndryshim në institucione. Ka një ndryshim, s'ka një ndryshim, performanca mira, performanca dobëta, ju një kryetar e bashkie të paktën një zonjë nderuar që ke një prerje. Kjo bëhet dhe kaq. Paktën më njohin që kam unë. Atëherë duhet të kuptojmë që edhe mungesa e burimeve njerëzore të niveleve shumë të larta patjetër që mungojnë në Lushnjë. Unë do t'ju jepja një shembull. Bashkia e Lushnjës është një nga bashkitë që performon shumë mirë në projektet e huaja, sepse një nga sfidat që kemi ne si kryetar bashkie është ne i kemi të ardhurat tona, kemi buxhetet tona, por çfarë mund të sjellim më shumë që të investojmë më shumë të qytetarët tanë, dhe patjetër që tani mundësia janë projektet me donatorë të huaj, por që specialistë të mirëfillt që mund të kenë një performancë shumë të mirë si në shkrimet e projekteve, por patjetër edhe në zbatimet e tyre, është pak e vështirë të gjesh në Lushnjë, sepse do të thotë duhet të jesh një person që duhet komunikosh shumë mirë gjuhët e huaja, duhet të njohësh shumë mirë udhëzimet që kanë institucionet e ndryshme të donatorëve, të cilët lejohen të financojnë në Shqipëri. Kështu që ashtu siç kemi një gap të madh, një boshllëk të madh tek personat që mund t'i përgjigjen këtij lloji shërbimi, patjetër që ka edhe në profesione të ndryshme, siç janë të fushës së inxhinierisë, të arkitekturës, të cilët për shkak të pagesave shumë të larta që marrin në bizneset private, shohin shohin interesin për të punuar dhe për të performuar në një biznes privat, më shumë se sa mund të vinë në një institucion shtetëror. Jeni një kryebashkiake që shpeshherë gjendeni mes qytetarëve. Jo vetëm kur vini drejt zyrës suaj në mëngjes, por edhe kur largoheni, pa një shoqërues, pa një gjë, përshëndetesh, takohesh, ku jam forcën? Sepse dhe unë jam një qytetare si të gjithë qytetarët e Lushnjës, me një ndryshim që mua më duhet të punoj për shumë orë, më duhet të mendoj për shumë punë dhe për sa më shumë ide dhe sa më shumë vizion për qytetarët e mi, dhe kur unë jam pranë qytetarëve, jam më e qartë në vendimarrjet që duhet i marr, sepse shpeshherë ka edhe vendimarrje shumë të vështira për të marrë nga një drejtues, dhe që përpiqem që në vendimarrjen time vendimi të shërbej shumicës së qytetarëve. Dhe që ti të kuptosh se çfarë i shërben më mirë qytetarëve, duhet të jesh pranë tyre dhe patjetër që unë ndjej veten njësoj si ata. Pse jeni një nën, keni dhe një djalë, duke arritur, ku i kanë forcën që një kryebashkiake të drejtojë një bashki kaq të madhe si Lushnja, dhe të paktën unë kam qenë pjesë e performimit tënd në njësitë administrative në projektet dhe programet dhe buxhetin e 2026-s, që shumë qytetarë ngrishin thoshin na ke bërë një punë të mirë, na ke bërë një punë tu, po duam edhe këtë tjetër, duam tjetër, dhe ju me të qetësinë tuaj reflektuese i bën njerëzit që të komunikojnë drejt për drejt me ju. Si kështu? Ku është mënyra? Si ke gjendur këtë lloj? Patjetër që detyra ime kryesore është që unë t'i dëgjoj qytetarët e mi,
në bazë të dëgjesave dhe problematikave që ata më përçojnë, unë të kem mundësi për të vendosur prioritetet që t'i shërbejnë shumicës së tyre. Është gjithmonë kënaqësi që unë t'jem midis qytetarëve, të diskutoj me ta, të dëgjoj shqetësimet dhe problemet e tyre, por patjetër janë dhe një motivim i jashtëzakonshëm dhe më japin shumë energji që unë të mendoj dhe të punoj për punë të tjera në shërbim të tyre. Patjetër që këtu më preken në një pikë shumë të dobët time, që mua më duhet që të punoj shumë orë në ditë, por patjetër edhe në ditë festash apo edhe në fundjavave, dhe një nga personat të cilët e ndjejnë më shumë mungesën time, patjetër që është djali im, i cili ka mundësi. Mund t'ja përmendim një emër se tani. Patjetër, Arlindi shpeshherë ma vënë në dukje këtë gjë që unë i mungoj shumë dhe që nuk jam pranë tij, pavarësisht se unë përpiqem që në çdo festë apo eveniment apo ku duhet që ai të prezantoj veten në shkollë, unë të jem prezent, por patjetër që edhe mungesa ime është shumë e madhe, por kemi fatin shumë të mirë që babai qëndron më shumë se sa unë dhe patjetër që kujdeset për të, bashkë me nënën time, të cilët më lehtësojnë shumë punën, sepse kur je i sigurt që fëmia juaj është i sigurt dhe e merr dashurinë, dhe pse jo vetëm nga ty, por edhe nga pjesëtarët e tjerë të familjes, ti ndihesh pak më e sigurt për punën që bën dhe për orët që i mungon. Kjo është hera 4 që ju keni qenë e ftuar në një emision të gjerë për të folur për shumë gjëra dhe hera parë që përmendi djalin dhe familjen tuaj. Pikërisht prandaj bëra pyetjet se shpeshherë ja na shkaloi pak, nuk doje të ishe prezente. Sot ne jemi drejt për drejt me qytetarët dhe normale çdo kush ka familjen, çdo kush ka punën, zyrtaritetin, secili, por rreth pash familjar. Dhe pastaj dalim te pjesët e institucioneve të shtetit. Është pak e rëndë të jetë një grua kryebashkiake, të punojnë mes njerëzve që kanë probleme të përditshme? Nëse punën e bën me shumë pasion dhe me shumë dashuri, mendoj që gjithmonë ja del mban. Unë në institucionin e bashkisë them gjithmonë që jam rritur dhe këtu kam krijuar të gjitha të profesionalizmin tim, dhe patjetër kjo eksperjenca gati 20 vjeçare më bën që unë ta kem më të lehtë menaxhimin e institucionit, patjetër edhe më të lehtë vendimarrjet që duhet marr në shërbim të qytetarëve. Si e deri zonja Sefa kur ka shkopin në goma apo në rrota? Në çdo profesion dhe në çdo vend pune, patjetër që ekzistojnë këto gjëra, por unë e bëj me, ashtu siç e përmenda, këtë punë e bëj me shumë dashuri, e bëj me shumë përkushtim. Unë çdo ditë vi në mëngjes me energji të reja për të menduar se çfarë punësh më të bukura mund të bëj në shërbim të qytetarëve, dhe mendoj që pasioni dhe përkushtimi që unë kam më bën që t'ja dal mban gjithmonë për gjitha të vizion që unë kam, se ku dua që ta çoj lushnjën për të ardhmen tonë, por mbi të gjitha për të ardhmen e fëmijëve tanë. Pikërisht për lushnjën po flasim. Kemi vite që flasim për një qytet, qyteti i Kongresit. 2026 ne kemi edhe Kongresin historik të qytetit Lushnjë në 21 janarin. Cilat janë programet e kësaj dite, nëse mundesh, disa vi shumë shpejt? Patjetër që ne kemi filluar nga puna për aktivitetet, ashtu si çdo vit në janarin e quajmë muaj i Kongresit, dhe patjetër që do të ketë një sër aktivitetesh në mënyrë që kjo ngjarje të marrë vëmendjen ashtu siç dhe e meriton. A e meriton Kongresi i Lushnjës të jetë ditë pushimi, ditë feste kombëtare? Më shumë se ditë pushimi, unë do ta quaja që të shpallej një festë kombëtare, sepse kjo gjë do të bënte të mundur që të gjithë të kuptonin në rolin e rëndësishëm që ka kjo festë. Patjetër që përpjekjet e mia, por edhe të shumë drejtuesve të tjerë, po bëhen maksimalisht në mënyrë që ne të kemi mundësi që shtëpisë Kongresi, por patjetër edhe ngjarjes të japin një rëndësi shumë të madhe. Sot shtëpia Kongresi është një monument lokal,
dhe bashkë me Ministrinë e Kulturës po bëjmë përpjekje në mënyrë që t'i japim edhe rëndësinë dhe ta quajmë monument kombëtar, sepse duke u quajtur monument kombëtar, ne kemi mundësi ta vendosim atë në guidat e rëndësishme turistike, por patjetër që t'jetë edhe në ato pasaportën e monumenteve me vlerë kombëtare që ka vendi. Pak a shumë qytetarët e Lushës të quajnë kryebashkiake tolerante dhe shumë qetësuese në mënyrën e komunikimit. Pak më parë, 2 muaj më parë, Bashkia e Lushnjës shpalli Gjergj Velon, qytetar deri i qytetit. Mbas 2 muaj pas hiqet titulli. Si ishte kjo, si ndodhi kjo problematikë, që Bashkia e Lushës ka përceu një dekada, kaloi një problematikë ishte e pa menduar mirë, si apo njerëzit përgjegjës që vendosën këtë gjë. Titulli qytetar nderi është një titull që e jep Këshilli Bashkiak dhe jo kryetaria e bashkisë. Patjetër Këshilli Bashkiak, po bashkia është, nuk të penalizova. Patjetër është Këshilli Bashkiak ai që vendos për dhënien e një vendimi dhe patjetër ka të gjitha atributin ligjor edhe për të bërë revokimet e vendimeve që në rast kur ata i gjykojnë që nuk ishin marrë si duhet. Kryebashkiake, pyetja ime ishte që nuk të penalizoj kush si kryebashkiake. Tham, institucioni i bashkisë duke marrë Këshillin Bashkiak. Dhe normale kjo ishte. Qytetarët e kuptojnë që është një vendim dhe është një titull që nuk e jep kryetaria e bashkisë, por është një institucion tjetër që quhet Këshilli Bashkiak. Gjithsesi të falenderoj për gjithçka që e the për qytetin e Lushnjës dhe gjithçka që ke bërë për qytetin dhe për qytetarët e Lushnjës. Tani është rradha jote të bësh një urim pasi jemi në orët e fundit e vitit 2025. Në fakt duhet i falenderoj unë të gjithë qytetarët e Lushnjës, të cilët në përditshmërinë time të punës më japin mbështetje të jashtëzakonshme. Kjo më bën dhe më motivon akoma më shumë për të bërë punë të bukura. Kemi bërë disa punë, por kemi akoma edhe të tjera shumë për të bërë dhe patjetër që ato që nga unë personalisht janë marrë si angazhime do të realizohen, sepse një nga detyrat e mia kryesore është që qyteti i Lushnjës, por edhe zonat përreth të marrin një transformim ashtu siç ata meritojnë dhe ashtu siç çdo fund viti më duhet që t'i uroj të gjithë qytetarët e mi jetë, shëndet dhe gjithë lumturi të kenë në familjet e tyre dhe 2026 ardhë një vit sa më i begat dhe sa më i mbar për gjithë secilin prej tyre. Nuk ngelet gjë tjetër veç të uroj një vit të mbar ty, punës tënde, bashkisë Lushnje dhe familjes tënde. Qoftë një vit i mbar për ju dhe për gjithë qytetarët e Lushnjës. Por duke i thënë qytetarëve të Lushnjës që përsëri zonja Sefa do jetë në fund të dhjetorit të 2026 për të gjitha premtimet që foli sonte për bashkinë e Lushnjës. Me mua dhe kryebashkiaken Sefa, miru pafshim dhe miru takofshim vitin që vjen.